Në fakt, kjo lloj çoroditje e ndihmon këtë proces që kemi ne, ku duhet jemi sistematik, të saktë deri në fund dhe përsëri do duhej koha e ratifikimit, se është procesi i ratifikimit në 27 parlamente, që do kohën e tij, do 2 vjet ky proces. Pam Greqinë që kërcënonte në një farë forme, duke thënë që kalon edhe nga ne, se duhet të dimë. Ne mund të bëjmë edhe sikur të bëjmë të gjitha detyrat mirë, në 2 vite është e pamundur, në 4 vite është e pamundur, të gjitha këto elemente që unë ti listova, do të duhet që të shkosh përtej skepticizmit dhe të këtyre shteteve. Gjë që është sërish një tjetër detyre vështirë, po ne ta nisim nga fakti i atyre që ne po bëjmë mirë. Dhe cila është ajo pikpyetje që unë kisha? Pse kur ne kemi këto parat të buxhetuara, një formë që janë ndihmesa shumë të mëdha edhe nga Bashkimi Evropian, nuk i realizojmë dot. Dhe lidhet shumë me elementin e korrupsionit në fakt, Mirela, sepse ne kemi parë, për shembull, një nga elementet që Bashkimi Evropian e ka patur fokusin ka qenë bujqësia. E ka edhe në vendet e Bashkimit Evropian, e ka edhe në Shqipëri. Dëshiron të japi fonde, dëshiron që ta zhvilloj dhe ne kemi mundësinë, i kemi ende për momentin për fat të mirë disa elemente në të cilat po të investohen mund të bëhet mirë. Çfarë ndodh? Pengohen për shkak se abuzohet me këto fonde. E njëjta gjë ndodh me teknologjinë. Ne pam sot një nga forumet më të rëndësishme që fokusi është teknologjia. Dhe çfarë bëjmë ne? Ne bëjmë retorikë dhe propagandë. Shpallim një ministre me inteligjencë artificiale që bën bujë në lajmet e ditës, po ndërkohë do të marrësh një certifikat në Albania dhe ti e kupton që kjo është vetëm propagandë sepse nuk funksionon. Pra janë dy, unë të përmenda 2 sektor të cilët janë të rëndësishëm. E para njëra që është e ardhmja, që është inteligjenca artificiale dhe gjithë zhvillimi teknologjik, dhe tjetra që është bujqësia. Duhet ishte një nga 2 sektoret më të rëndësishëm, bujqësia dhe turizmi që është për ekonominë e Shqipërisë. Kur nuk e shohim të fokus, kur nuk e shfrytëzojmë këtë moment shumë të mirë që Bashkimi Evropian dëshiron të na jap një dorë që ne të bëjmë mirë në këtë geopolitik në fakt se mund të ndryshojnë nesër 2 apo 3 vende, po dhe mund të bësh shumë mirë. Është vend i limituar dhe nuk futesh. Pra ne çdo ditë që harxojmë kohën për të gjetur marifete se si të kemi ndonjë fije korrupsioni për ta zgjidhur, do të ishte shumë e lehtë nëse do t'i lije këto parat të investohen aty ku vërtet është dëshira dhe të bëje para. Bën para ekonomia, bën para Shqipëria dhe bëhet dhe më i lehtë procesi. Nuk ke nevojë fare për të bërë as konferenca, se duket puna. E kuptoj. Mendojnë që ky proces penalizohet nga dosjet, nga situata me drejtësinë, nga fakti që kjo qeveri ka një situatë disi të vështirë me drejtësinë, mendojnë që penalizohet ky proces? Bashkimi Evropian e ka treguar që në kryet herës edhe ne po e shikojmë prej 2 vitesh sidomos mbështetjen e gjithë kohës që e jep ndaj institucioneve të drejtësisë, kryesisht të SPAK-ut dhe patjetër që nuk pres që ata dalin me një pankartë dhe thonë që ne luftojmë sepse nuk është detyra tyre, por mbështetja që i jepet një institucioni i cili është duke e luftuar korrupsionin dhe ata e kanë theksuar që fokusi është te korrupsioni pikërisht për shkak se këto reforma duhen bërë. Dhe si duhen bërë, duke luftuar korrupsionin. Mendoj që ata e kanë shumë të rëndësishme dhe mos harrojmë një nga grup kapitujt e fundit të cilat do të jetë dera hyrëse e Shqipërisë është pikërisht kalon nga drejtësia. Kështu që e shoh shumë të lidhur ngushtë, jo vetëm në raport me mënyrën se si duhet menaxhuar këto para, mënyrën se si duhen bërë këto reforma, por dhe mbi gjitha vendosjen e një standardi midis drejtësisë, politikës edhe pjesës tjetër. Si është ky moment për rinë? Pritet gjykata kushtetuese të shprehet për zonjën Balluku, ndërkohë që ka një proces në datën 28, është Komisioni i Mandateve dhe Imuniteteve në Parlamentin e Shqipërisë që duhet të marrë një vendim. Është një moment ku edhe deputet opozitës do të njihen me dosjen, pavarësisht se do jetë një sekret publik dhe nuk i dihet do të ketë reflektim në media apo jo. Pra ka një moment njohje me këtë procedurë. Si e sheh këtë proces? Unë mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm, ne jemi duke e pritur këtë momentin prej dhjetorit, kur edhe ka nisur, po themi. Patjetër që është një moment i cili do të kuptojë edhe mënyrën se si do jetë qasja ndaj
ndaj këtij, po themi, mënyrës se si do veprohet me zonjën Balluku. Mendoj që nga ana tjetër, kryeministri Rama ka patur një strategji shumë të qartë prej ditës parë, pikërisht edhe me këtë riaktivizimin e diskutimit për negociatave, për të vënë theksin tek ato që ai dëshiron që janë bërë mirë, pra çdo njeri që ti e pyet në Shqipëri, nëse Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, do të jetë pozitiv dhe do të thotë po. Orientimi jon prej viteve 90 është drejt këtij rrugtimi, shumë i zgjatur, patjetër për një pjesë shumë të madhe të fajit ton, edhe duhet jemi realist ta themi, kjo retorika që ata s'na duan e kështu, unë nuk e besoj. 35 vjet të humbura. Mendoj që është një problematik e klasës politike kryesisht, dhe jo ndonjëherë domosdoshmërisht e shoqërisë. Mendoj që është duke u munduar që ta mbaj sa më qetë, sa më larg këtë diskutim. Megjithatë, data 22 dhe data 28 do të jenë shumë të rëndësishme për të kuptuar edhe qasjen. Lidhet edhe me qasjen pastaj të drejtësisë, edhe të gjithë gjërave që janë të lidhura në këtë aspekt. Megjithatë, për sa i përket procesit, qeveria, siç e thash, është në një moment të vështirë. Mendojnë që Rama do lëshojpe apo është i dorëzuar përpara këtij procesi pavarësisht të strukturës së tij të fortë apo skeptike që ka patur ndaj drejtësisë, pa e goditur fort. Patjetër që ai ka thënë që kjo është një drejtësi që anon më tepër këtej nga ne. Ka propozuar ca ndryshime kushtetuese për cilat do të flasim më vonë, por për momentin po qëndron kështu. Është i dorëzuar përballë këtij procesi apo mendojnë që nuk do të lëshohet kollaj? Ne asnjëherë nuk e dim në mënyrën se si ai vepron, për shkak se nuk është se, domethënë, ka një lexim se ai nuk është se vepron në një formë për një rast apo një rast tjetër. Për shembull, unë mbaj mend retorikat e për Bashkimin Evropian para 11 majit, entuziazmi dhe mënyra se si përcillej përmes mediave, daljeve të tij, dukej sikur 2027 është vetëm një muaj larg, kemi vetëm disa firmosje të letrave dhe ky proces ka mbaruar. Ndërkohë që po ta shikoje para një jave apo para 4 ditësh që pati mbledhjen me qeverinë, ishte shumë i ftohtë, ndoshta kjo vjen edhe nga një ftohtësi që Bashkimi Evropian me siguri e ka përcjell.